pavetëdijshme e krijimeve tjera. Sot në bibliotekën Ibrahim Rogova në Xhakov, Pend Qendra e Kosovës ka nisur projektin e ri letrar me titull Shkrimtarët e ardhshëm, krijimi i rrjetit të krijuesve të rinj të Kosovës. Një fjalë rasti mbajti profesori Ibrahim Berisha, i cili vlerësoi nismën dhe theksoi rëndësinë e inkurajimit të brezave të rinj drejt krijimtarisë letrare. Çka është libri? Shpesh themi libri. UNESCO e ka përcaktuar faktikisht formatin e librit. Libri, që unë po e lexoj që mos të publikimi shtypur që vihet brenda kopertinave dhe ka së paku 49 faqe. Kështë të më thonë, ajo që e ka nën 49 faqe, si publikim ajo është broshurë. Nuk i vlerëson kriteret e librit letrar. E thash këtë për arsye se më ka me pa 20 faqe e tjerë që thotë e botova librin me poezi e tjerë, po flas ona formale. Dhe një çështje tjetër që është shumë akute është autori. Kush është autori? Kush ishte dikur edhe kush është sot? Ishte shumë më e qartë përpara se kush është autori. I shtrohej disa vlerësimeve, si them, tradicionale, por sot ju e vreni që përmes inteligjencës artificiale është krijuar një farë kaosi total dhe praktikisht ka shumë element që shpesh i vren në paraqitje publike edhe letrare të marra apo të harmonizuar me inteligjencën artificiale. Në këtë orë letrare nuk munguan as krijimet artistike të vetënxënësve, të cilët prezantuan ese, poezi dhe tekste të ndryshme, duke sjellë para profesorëve dhe moshatarëve të tyre talentin dhe pasionin e tyre për letërsinë. Po e shkruaj këtë ese për personin më të vlefshëm, nënën time, si një mozaik i mbledhur me copa dashurie, kujtimesh, sakrificash, ajo ndërtoi jetën time me durim e me ndjenja. Çdo natë të zgjuar mesnata me xhene. Zemrën time diçka po me godet, por e gjora s'mund ta flet. Çdo natë me zë zgjuar, për ty duke menduar. Çdo ditë më shumë të dua, e s'mundem për të harruar. Në shoqëritë moderne, liria personale konsiderohet një nga vlerat themelore të individit. Kjo përfaqëson të drejtën për të zgjedhur mënyrën e jetesës, për të shprehur mendimin, për të besuar në çfarë dëshiron. Mes tjerash, drejtori i bibliotekës Angel Berisha i u drejtua nxënësve me mesazhin se ata janë e ardhmja dhe forca krijuese e brezit të ri. Po ju konsiderojni si jeni e ardhmja edhe krijimtarisë, edhe studimit, edhe me siguri edhe profesora boj, edhe filozofive që të gjitha. I tha 3-4 tema që kam shumë merak me jetësu. Atë plagiaturën dhe përdorimin e inteligjencës artificiale. Kjo rrezikshmëria më e madhja edhe e krijuesve të mëdhenj deri më të juaj. Ky projekt synon të identifikoj, motivoj dhe mbështes talentet e reja në fushën e letërsisë, duke krijuar një hapësirë të përbashkët për zhvillim dhe bashkëpunim ndërmjet të rinjeve krijues. Dhe duhet pas kujdes që